Njësia urgjente e Spitalit të Përgjithshëm Dr. Ferit Murat në Gostivar ka nisur të ofrojë për herë të parë shërbime të radiografisë mobile dhe kjo fal vënies në funksion të aparatit modern të rentgenit. Kështu kanë njoftuar nga Spitali i Gostivarit, nga ku kanë theksuar se bëhet fjalë për një investim që pritet të përmirësojë ndjeshëm shpejtësinë dhe cilësinë e diagnostifikimit të pacientëve, veçanërisht në rastet urgjente dhe tek pacientët e palëvizshëm. Me aparatin e ri do të mundësohet heqja e trupave të huaj në udhëheqjen e radiografisë. Radiografi kontrolluese pas ndërhyrjeve ortopedike dhe imobilizimeve, si dhe ekzaminimi i pacientëve të palëvizshëm direkt nga krevati, pa nevojën e transportimit të tyre në reparte të tjera. Po ashtu, pacientët e politraumatizuar do të mund të marrin shërbime të menjëhershme radiografike brenda njësisë së urgjencës, duke kursyer kohën e çmuar në procesin e diagnostifikimit dhe trajtimit, thuhet në njoftim. Sipas drejtuesve të njësisë së urgjencës, kjo është një kërkesë e kahmundshme e stafit mjekësor, realizuar nga drejtoria e spitalit, e cila pritet të rrisë sigurinë e pacientëve dhe efikasitetin e shërbimeve shëndetësore. Nga Spitali i Përgjithshëm Ferit Murat thonë se mbeten të përkushtuar në avancimin e vazhdueshëm të kushteve dhe teknologjisë mjekësore, me qëllim ofrimin e kujdesit sa më cilësor për qytetarët e Gostivarit.